Sa punëtorë u mytën në për vendet punës. Paga, ullë. Po lypin punëtorë pe meje, si kryetar, ku nga pushimi. Punëtorët janë të ju keq trajtu. Po një diçka tjetër për gjendje ekonomike. Pagesat i kanë shumë tulta. Edhe me që ato pagesa pse janë tulta. Kompani, po flasë për drejtorinë e spitaleve. Një kompani ja jep sot një tender për 6 muaj. Do më thonë punëtorët jesin kretat 6 mujor pa pushim. I jepet kompanisë tjetër pra pa pushim. Edhe treta, 3 kompanisë i përcjellë unë me shok, do më thonë jemi 18 muaj pa një ditë pushimi. Pengesë e parë, si e numëroj unë. E dyta, pagat janë tulta. Një familjar si i ka 2 fëmijë, ka do t'jetë anaj. Qysh do t'ja dalë. Nëse ka një smumë në shtëpi, do më thonë, duhet me shtri dorën, ose me bon kërkesa humanitare nëse dikush i ndihmon. Kjo është jeta e punëtorit sot. Sa punëtorë u mytën në për vendet punës, kërkush ndërmer masas. Nuk i ndërsa që ka pëndodhë në popull, të punëtori. Pe 2024 dhe në 2026 në tash që jem, nuk jem pushim vjetor. Arsyeja që një kompani e merë për 5 muaj, tja për 3 muaj, një për 5 muaj, e na jesëm pa pushim. Kompani tojnë, pa i bon 6 muaj, pushimi si ta kanë. Po jesim punëtorë pa pushim. Po lypin punëtorë pe meje, si kryetar, ku nga pushimi, kompani nuk t'japin, pa i bon 6 muaj fiks punë efektive. Time tona janë pagat me vënisën e pagave. Rregullsi s'ka të na. Çdo 5-16 muaj ndrohen kompanit, drejtat tona janë të ngune. Nuk përfillën rregullat, plus përvojën e punës nuk ne paguajnë, dhe 2020 ne kanë pagu, 2020 ne kanë shkput. Paga, ullë.